Demokratike të Kosovës? Po duket që... Kur në disa pjesë për luftëtar të UÇK-s? Duket që, si duket një prej strategjive të lëvizjes vendosi në këtë fushat do t'jetë sulli ndaj PDK-s. Mendoj që prej 3 partive opozitare është ajo që ka qenë më e forta, më qëndrueshme gjatë tyre viteve të zgjedhjeve. Dhe duket që aty ka targetin. Mirë po, këto takimet në fushat, tashmë e dim që vende qoftë si Gjermania, si Zvicra, i kanë ndalu takimet publike gjatë fushatës zyrtare, kështu që ky ka qenë besoj rasti i fundit, qoftë për lëvizjen vendose, qoftë për... E kanë shfrytzuar pjesën e para fushatës, po. Pasi që edhe 3 ditë e fillon fushata zyrtare dhe pastaj do të fokusohen këtu, ndoshta për këtë arsye dhe ka pas edhe premtime të marrë parasysh që kanë qenë jashtë Kosovës dhe nuk ka qenë jo ligjore që të japin premtime. Teknikisht premtimet për fushatën e ardhshme do duhet fillonin nga 28 maj e tutje. Mirë po, ajo që kemi pa qysh edhe para caktimit të datës së zgjedhjeve, kemi pa që ka filluar prap kjo gjuha, ta quaj ashtu, e papranueshme. Mirë po, një gjuhë shumë negative nga secila parti. Në anën tjetër e shohim që LDK në anën tjetër po synon disa grupe të votuesve që janë tradicionalisht të vendosës. Në këtë rast, gjatë vikendit e pamë në diasporë, duke di që pjesa më e madhe e diasporës tradicionalisht tashmë po voton për lëvizjen vendosje dhe me Vjosa Osmanin si duket ata tentojnë që ndoshta të kenë një farë rikthimi të votës edhe aty. Mirë po në anën tjetër, lëvizja vendosje si duket më pak po mirët me Vjosa Osmanin ose me LDK-n dhe më shumë po mirët me figura të PDK-s, sidomos pas atij rasti që ndodhi me PDK në Skenderaj, që një farë forme ishte pak edhe i shtyer, mirë po tash prej atij rasti duket që kemi një dy luftim më të ashpër mes PDK-s dhe LDK-s dhe për fat keq edhe në këtë fushat ashtu si përmendje dhe parafolsi po përdoret shumë lufta çlirimtare. Besoj që ne si qytetarë të panshëm do të kishim pas dëshirë të çojmë më shumë debat konkret rreth projekteve zhvillimore në vend dhe jo të baltosen figura nacionale ose të politizohet çështja e luftës në Kosovë e aq më pak UÇK-ja që është diçka e shenjtë për çdo shqiptar. Zotri Thaçi Kurti e deklaroi se kontributi në luftë nuk duhet të jetë si lloj arsyetimi për korrupsion. Dhe sipas jush, kujt ju referuaj? Përmendët pak më parë